Romani më i ri i Bina Kelmendit, i titulluar Të huaj, vjen si një dëshmi letrare e kohës sonë, një pasqyrë e fatit të njeriut shqiptar të përballur me dhunën, dëbimin dhe mërgimin, që nga faqet e para lexuesi kupton se i huaj nuk është fare dhe vetëm ai që jeton larg vendlindjes, por edhe ai që shpesh ndihet i huaj në vendin e vet. Në këtë roman, të paktën në pjesën që ato që kam përshkruar, janë refugjatët, janë njerëzit e dëbuar më dhunë nga regjimi serb në luftën e fundit 98-99, të shekull të shkuar, dhe ata janë të huaj edhe në Prishtinën e vet, janë të huaj edhe në kampin e Bllacës, janë të huaj edhe në përvise tjera të Maqedonisë, janë të huaj edhe në Kosh për fat të keq. Janë të huaj edhe në Tiranë, janë të huaj edhe në Strasburg, janë të huaj edhe në Prishtinë kur kthehen. Paktën tillë e kam ndjer veten unë. I strukturuar në 14 rrëfime, romani shtrihet në 3 periudha vendimtare, para dëbimit nga Kosova, gjatë mërgimit në kampet e vendeve të huaja dhe pas kthimit. Kjo ndarje kohore ndërton një udhtim të brendshëm dhe të jashtëm, ku personazhet lëvizin nga një hapësirë në tjetrën, por dhe bartin me vete plagën e përhershme të humbjes. Është libër, do të quajë autobiografik ose biografik, do të thotë personale për jo vetimi, sepse aty me mua janë edhe vajzat e gruaja ime, po janë edhe njerëz të tjerë të cilët me kokën e duar që thuhet dhe me detyrimin njerëzor serb detyrohen, obligohen që ta braktisin atë dhe shtëpinë, banesën dhe vatrën e vet. Po, si janë të ndërtuara personazhet përmes heshtjes? Personazhet universal, kontekstit lokal, apo unë mendoj që konteksti universal, për shkak se dëbimi dhe refugjati nuk janë nocione vetëm ose fate vetëm të shqiptarëve të Kosovës, por janë fateve edhe të njerëzve të nga barbota. Pasqyrim i një periudhe tonë do ta quajë ndoshta 10 vjeçare. Në periudha 90-2000, në periudha e fillimit të masave dhe të pushtimit serb, periudha e dëbimit dhe periudha e pas dëbimit, të paktën të pas dëbimit tim në Prishtinë. Titujt e kapitujve, si përgatitja e valigjeve, udhtimi i madh dhe Children of Kosovo, ushtar në ushtrin e tjetrit, apo nga Luvër në Prado, sipas redaktorit Sali Bashota, nuk janë thjesht kapituj, por dritare tematike që hapin botë të ndryshme emocionale, nga dhimbja e ikjes te përballja me tjetrin, te kujtesa, arti dhe shpresa. Kështu romani ndërtohet si mozaik rrëfimesh, që së bashku formojnë portretin e njeriut të kohës sonë, njeriut që shpesh mbetet i huaj, kudo që ndodhet. Po ashtu vlerat e romanit qëndrojnë në gjuhën e përmbajtur, në rrëfimin e qetë por të thellë dhe në tipizimin e personazheve që nuk janë heronj të mëdhenj, po njerëz të zakonshëm të thyer nga koha. Ata mbjetojnë, përshtaten, por nuk pushojnë së ndjeri të huaj. Autori e ka të vështirë të veçoj romanet edhe shkrimet e veta. Mendoj që është njëri nga romanet e arrirët njërat. Është roman i arrirë sidomos për faktin se prezanton një periudhë të vonshme tonën, ta kenë në kokë dhe në mendje një periudhë tonën që nuk duhet të shlyhet historikisht në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon, nuk duhet ta harrojmë, duhet ta përkujtojmë, duhet ta evokojmë në mënyrë që të mos përsëritet kjo e shkuar e tmerrshme dhe në mënyrë që të mos harrohet ajo çfarë ne kemi vuajtur. Të huaj nuk është vetëm një roman për luftën dhe mërgimin, është një reflektim për identitetin, për njeriun modern që endet mes kufive fizik dhe shpirtëror,
Në këtë vepër, letërsia bëhet kujtesë dhe dëshmi, një zë që na kujton se të jesh i huaj është ndonjëherë fati më i heshtur, por edhe më i thellë i njeriut.